pra kush do lodhet. Ndërsa ajo që përmendi Afrimi, kalimi një provokimi do të ishte i rrezikshëm. Partia Socialiste ka të drejtë të festoj kur të doj, në kuptimin ka festën e vetë për vjetorin, por vendi i zgjedhur dhe orari i zgjedhur, do të thënë më shumë nuk tregojnë një lloj urtësie ose një lloj tentative për të mos krijuar tension të panevojshëm ose për shkallëzim. Nuk i askujt. Ata që janë në të drejtë me dalë, ata kanë të drejtë me dalë anën tjetër. Po nuk është që këta ka që janë në këtë anë janë pronarë të drejtës ekskluzive më mbledh. Sigur që këta që kanë të drejtë me dalë, tash është punë e shtetit me vendos nëse ka një kordon në mes, ata në punë vetë. Dhe më thonë është shumë thjeshtë, kush nuk ka monopol mbi shtetin. Edhe është një gjë që e tha Lutfiu që është shumë e vërtet ajo që problemet janë e të gjitha, por në njëjtën kohë, nëse problemet nuk artikulohen nëpërmjet një boshti, një shtylle, do më thonë një mullari. Pra mungon artikulimi se këta nuk i dinë. Një lloj mullari. Nuk e di çfarë problemi ka. Nëse nuk ke ti një person i cili e merr autorsinë e projektit edhe e shtyn para këtë projekt, kjo nuk përkthehet në vota. Në fundit, në demokraci, pushteti ndryshohet me vota, nuk ndryshohet me rrugë. Ti mund të rrish në rrugë tërë kohën, në fund ke me dalë në zgjedhje. Edhe aty për me dalë në zgjedhje duhet të kesh një projekt. Duhet të kesh dikush që të përfaqëson, duhet një fytyrë e cila e kërkon besimin e popullit. Nuk jemi në kohën e revolucioneve si para 150 vjetë, megjithatë Shqipëria është vend demokratik. E tash unë këtë gjë po pyes, kush është fytyra e kësaj lëvizje? Mua po më duket si një shprehje e një domethënë pakënaqësie që këta njerëz kanë si brez me elitat, me establishmentin, me ne që dalim në studio me ty që flet, me mua që flas, me ato, me krejt, me gjithë. Tash mos ta gënjejmë veten që ne jemi çunatëri dhe jemi në sinkron me ata që janë rrugë. Edhe tash po nëse këta nuk e nxjerrin, për shembull bëj një shembull konkret në Kosovë. Në Kosovë ka pas mllef me elitat. Por ka dalë një njeri që është puna Albin Kurtit, i cili e ka ankuruar atë mllef, edhe u bë zëri atij mllef. E ka lidhë një kontratë sociale me njerëzit të cilët janë djetë përfaqësuar për atij mllefit. Edhe thirrjet kanë qenë edhe gjatë proteste, duam Albin Kurtin. Nuk është ata që dojnë Albinin me arpi Kosovës. Jo, kanë qenë, një nga thirrjet ka qenë. Spekulati, po paktën ta e kanë qartë që nuk duan. E thonë çdo 5 minuta. Kështu që tash, nëse kjo si lëvizje nuk e ka një person i cili del dhe identifikohet dhe gjithë këtë mllef e përkthen në vota, për të dhënë fytyrën protestës. Domethënë, kjo faktikisht mendoj si shumë gjë lëvizje tjera, është një shprehje çdo çuditje o 3 ditë, edhe kalon. Deri tani ka zgjedhur 12 ditë. Jo, nuk ka, ajo mund zgjatë edhe 120 ditë. Domethënë, protestat në Serbi që domethënë kanë zgjatë shumë, por në mungesë të një artikulimi të dikujt i cili del edhe përfaqëson projektin, edhe protestat në Serbi kanë qenë shumë masive. E kanë paralizuar, kur kanë dalë njerëzit në rrugët e Beogradit, është paralizuar jeta në Beograd. Ti në Tiranë nuk vrejnë paralizë jetës. I ke protestën, 10 metra më tutje njerëzit vazhdojnë terezin e vet. Që është gjë e bukur në mendimin tim. Por edhe që tregon që nuk ka mas kritike. Se tash unë kam marrë pjesë në pafund protesta, në protestat që kanë impakt që e dridhin vendin, ke 2 kategori njerëz. Njerëz që protestojnë dhe njerëz që rrinë të shtëpia. Nuk e njerëz që rrinë kafe. Domethënë, kjo nuk po ndodh këtu në Tiranë. Pse? Sepse njerëzit janë të vetëdijshëm në mendimin tim që kjo nuk ka një kokë, nuk e ka një pikë ankuruese. Krejt e qartë që Albatrosi e ka pa proteste nga televizori. Jo më si ta pisheshe tara, çfarë shishon shesh? Nuk është protesta që shën televizor, as ajo që është në shesh. Shikojë mbasi mbyllën fjalimet. Po mirë, kuj ke njerëzit mora o Lutfi, sepse për me drill pushteti. Si, a jetu pretendu ti që ka me ra pushteti me revolucion, se kam qartë. Kjo ka mu përkthyn vota. Kush ka me dalë mi mbledh votat në emër të atyre njerëzit që janë shesh, ma thuj. Kush ka me dalë mi mbledh votat në emër të atyre njerëzit që janë shesh. Unë s'pe mohoj paknaçi se tu po jetoj dhe pishon njerëzit që flasin e që menojnë. Në mendimin tim disa prej atyre gjonave janë arkaike, disa janë të pabaza, po ata mendojnë ashtu, është e drejtë atyne. Edhe tash kush ka me dalë, edhe ka me thonë burra, gra, vlezër, motra, çuna, goca, unë
Vje kërkoj votën e juj për këtë punë, sepse Edi Rama, ose